Një letër që më mbriti në redaksin time dhe kam lexuar disa herë. Brenda kësaj letre që ju po shikoni, këtu fshihet një histori shumë e dhimbshme. Janë vuajtjet e një gruas shqiptare. Janë traumat që ka kaluar, janë vështirësitë që ka kaluar nga ky fenomeni i famshëm i kunatave. Kunata, bashkë me burin e zonjës në fjalë, kanë bërë një torturë të pafalshme mbi trupin, mbi shpirtin e kësaj gruaje dhe pyetja që kjo zonja bën vetes është se ku e kanë marrë edhe sot këtë të drejtë. Jam një grua 48 vjeçare, e martuar për më shumë se një dekadë, me 3 fëmijë. Në fillim jeta ime dukej e zakonshme, dashuri, shpresa dhe ëndra për një familje të lumtur. Mendova se kisha gjetur mbështetjen dhe sigurinë që çdo grua kërkon. Por nuk e dija se pas buzëqeshjes së tij dhe syve të butë të kunatës, fshiheshin hijet e një bote tjetër. Një botë ku dhuna dhe tradhtia do të bëheshin pjesë e çdo dite. Në fillim ishin fjalët, sharje të vogla, tensione të heshtura, ironit që më lëndonin. Mendova se ishte fazë që do të kalonte, por nuk kaloi. Një ditë mësova se edhe familja ime e zgjedhur, ata që mendova se do të më mbështesnin, mund të bëshin armiqtë të mi më të fshehtë. Fjalët e ashpra u bën grushta të vogla. Tensionet u kthyen në net të pafundme frike. Shumë herë fëmijët shihnin skiletin tim, por nuk kuptonin dot thellësinë e dhimbjes. Ishte një shtëpi ku çdo hap ndiqej, çdo fjalë që flitej kontrollohej. Kunatat dhe bashkëshorti im shpesh bashkëpunonin pa me më thënë fare. Sharje, ofendime të fshehta, komplote që më bënim të ndjehem e izoluar edhe e pafuqishme. Ndërsa unë e shkreta, mundoja të ruaja qetësinë për fëmijët, ndërsa shpirti im po thyhej çdo ditë. Dhe lotët e mia ishin sekretet e mia më të thella. E mbaj mend një ditë nga të shumta ditët, pas një debati të banal, ku thjesht kisha thënë jam e lodhur, u përballa me të gjithë zemërimin e tyre. Më ktheheshin fjalët e dhimbshme të viteve. Nuk e vënd këtu, je një e huaj në shtëpinë tonë. Ato fjalë më shkatëruan më shumë se çdo grusht fizik. E tmerrshmja ishte se me kalimin e viteve, sepse kam qenë dhe naive, besoja shumë. Me kalimin e viteve, fillova të zbuloja tradhti të fshehta, të vogla edhe të mëdha. Nuk ishte vetëm buri, por edhe njerëzit që mendova se ishin familja ime në thonjza. Çdo gjë që bëja, çdo përpjekje për të qenë e fortë edhe e kujdesshme, ndiqej edhe gjykohej pafund.
Një nga momentet më të dhimbshme ishte kur mësova se disa veprime të mia ishin përdorur kundër meje për të më dëmtuar mua. Ishte një ndjenjë çmendurie. Të gjithë që duhej të më mbështesnin ishin ata që mua më godisnin. Dhe në atë çast ndjeva se çdo ëndër që kisha pasur për një familje të lumtur, në ato momente ishte thyer. Pas 13 viteve, dhimbja u bë e pakalueshme. Nuk mundesha që më të duroja fyerjet, sharjet, dhunën emocionale. Fëmijët e mi shihnin se unë po thyesha, por unë nuk mundesha që të flisja. Isha e ndarë mes dashurisë për ta dhe nevojës për të shpëtuar veten time. Dhe një ditë, pas një sheri të madh, ku të gjitha vështirësitë dolën në dritë, kuptova se nuk kishte më kthim. Nuk kishte më mundësi për ndryshim. Lotët e mi ishin me vetëm për dhimbjen, por për të gjitha ëndrat e mia të shkatëruara, për çdo moment lumturie që nuk kishte ekzistuar kurrë. Mora vendimin më të vështirë të largohem, por largimi nuk ishte lirë, ishte dhimbje, humbje dhe vetmi. Fëmijët më shihnin me sytë e tyre plot pyetje. Pse duhet të ndodhte kjo? Si mund të ndodhë që njerëzit që duam dhe duhet të mbështesin të jenë të vetmi që të lëndojnë më shumë? Historia ime nuk është vetëm për dhimbje dhe për tradhtina. Është për forcën që lind nga vuajtja dhe për faktin se ndonjëherë shpëtimi nuk është gëzim, por një kujtim i hidhur. Do ta quaja veten lotët e gruas që u thye për 13 vite, nuk janë vetëm dhimbje, janë dëshmi e një betejë që askush nuk e sheh nga jashtë. Dhe fundi është i hidhur sepse disa plak nuk shërohen kur plotësisht, por mbesin në kujtimet tona. Kjo është historia e kësaj gruaje që është rrethuar nga kunata e saj edhe nga burri, domethënë gjithë jetën ka qenë robresh në atë shtëpi. Fatkeqësisht me këtë rubrikë që unë kam krijuar për Fëmijë me jetë, kam mësuar shumë histori. Kam mësuar shumë nëna shqiptare të cilat vuajnë fatkeqësisht, kalojnë të merren në jetë pas një arsye. Dhe qëllimi i gjithë asaj është egoja e një mashkulli që nuk e ul dot egon e tij dhe mendon që gruan e ka robresh. Por jo, gruaja nuk është robresh. Është dhuratë e Zotit dhe duhet trajtuar si dhuratë e Zotit, po. Fatkeqësisht ka njerëz të cilët nuk din as ta mendojnë, por më keq që edhe nuk e respektojnë kurrë.